Mirë se erdhët në pjesën e dytë të unboxing ose të haulit. Kjo që do bëjmë tani është i Temus. Temu nuk ka nevojë që ti përsëris çfarë është Temu, çfarë mund të bëni me Temun. Është edhe në Shqipëri, kështu që realisht sukses i madh. Këtë herë unë kam guxuar shumë sepse kam marrë edhe veshje, edhe puc që s'ka ndodhur ndonjëherë. Kam pas bler shumë herë më parë kur kam qenë studente tek AliExpress. Edhe besoj kam qenë nga ato të parat kur ka dalë AliExpress që bleja goxha. Harxhoja në AliExpress me veshje, me këpucë, kështu që e di se si funksionon Temu krahasim AliExpressin. Temu ka produkte më selektive se sa AliExpress. AliExpress mund gjesh çfarëdo lloj gjëje dhe nuk është aq estetik sa që është Temu që thjesht me produkte që shfaq në homepage ose në faqen kryesore të mahnit ose të tërheq sepse ka ato gjërat estetike, ato të bukura që tërheqin goxha syun. Kurse AliExpress është pak më rëmuj dhe nuk është aq atraktiv si faqe. Ta vazhdojmë me haulin ton. Kapuja normalisht është hapur. Produktet realisht nuk janë veshur sepse kam dashur që të bëj haulin. Të i ndaj me ju çfarë kam bler. Produkti i parë që është enigmatik, sepse këtu ka qenë një kas. Unë e vendosa tek telefoni im 12 Pro Max, sepse atë kam dy telefona, dua ta shes 12 Pro Max. Bëj që të merr një kluf pak më të bukur dhe elegant. Dhe bleva, do e vendos foton, paktësisht aja një ditë mori telefonin, edhe hodhi. Dhe duke qenë se klufi ishte xhami, domethënë kishte dizenjo me hartën dhe avionin, por ishte në formë xhami, kështu që ajo ra në tokë, domethënë pasi aja një hodhi dhe u thye krysa ajo, jama të vegjël. Dhe unë e hodha, u detyrova që ta hidja dhe t'u kthesha prapë te klufet e vjetër. Kështu që ky është produkti i parë. Produkti i dytë që është po kluf, po fillon me këto produktet e vogla. Kjo është mbrojtës për kamerën. Dhe kamera që unë kam është Sony A7C. Është shumë e shtrenjtë si kamerë, shumë e shtrenjtë. Kam përshtypjen është diku ke, kur ka qenë Ajani më pas një vjeç. Ka qenë Ajani as një vjeç, e vërtet. Ndoshta ka qenë Ajani diku ke, kemi marrë në Bangladesh, po. Po Ajani mund të ketë qenë 6-7 muaj, mos më pak. Ose 5-6 muaj, diçka e tip 5-6-7 muaj. Jo më shumë se kaq. Kështu që unë kam shumë kohë që kam të kamerë. Tu në Eros Diary po filmoj me telefonin më shumë, me 14 Pro Maxin, por tek Aero Kazo, domethënë ke kanali jon i udhëtimeve, kam filmuar gjithmonë me kamerë, por duke qenë se ajo lëkundet shumë, duhet i marr një stand që mund të mos lëvizi shumë, mbajtse, kur të lëvizun mos japi atë sensionin e lëvizurës. Kështu që po, më duhet pak të punoj me pjesën e kamerës, por kamera është e madhe, nuk mund ta marr për vlogjet e përditshme, prandaj është më lehtë për mua që të marr telefonin, sepse direkt e dërgoj ke kamera, kurse kamerën më duhet ta marr, ta nxjerr, domethënë nga klufi, sepse kam shumë me merak, se mos më gërvishte, sepse më pëlqen shumë, është si vintage, është kamerë si e vjetër dhe më pëlqen shumë. Dhe thash, okay, kjo është ngjyrë jeshile, doja të zezën në fakt, sepse kamera është zezë me gri, por nuk gjeta të zezën, dhe thash, okay, me mark të jeshile sa për ta mbrojtur më shumë. Pjesa mbrapa normalisht nuk e mbron shumë, sepse pjesa mbrapa hapet dhe si ekran, dhe unë tani shoh veten time paralelisht, dhe kam pjesën e lentes. Kështu që po, pjesa mbrapa, këtu që është boshe, lëviz. Tu kam mbrojtjen përkatëse, domethënë çdo gjë është e mbrojtur, tu ka pjesën që hapen e butoneve, që është bateria, pjesa e karikimit, që është pjesa e kartës memorisë. Kështu që normalisht kjo duhet jetë e hapur dhe shumë praktike. Dhe po, kjo është pjesa e mbrojtësit të kamerës. Dhe këto do e vendos, se kam vendosur që të bëj unboxing. Një periudhë në shumë në mod, syzet Miu, që normalisht nuk që ti provoja ose të shija se si mua më rrinin. Këto janë syzet Miu, nuk e di se sa mirë do më duken tani. Këto janë syzet, ka një numër të vogël, kam përshtypjen që duhet jetë +1, sepse ne dalloj, domethënë një person që ka numër ose ka syze me numër dallon shumë që kjo syze ka një numër të caktuar, se di fikse sa është numri, por këto janë syzet. Materiali nuk është aq i keq për produktet e Temus, se mbaj më se kam marrë 2 euro, 2.3 euro, 3 euro, se mbaj më të fiks. Dhe vendos edhe fotot. Ju pëlqejnë? Shkojmë në bazë. Syzet tona. Tani më pëlqen shumë që të stiloj pjesën e veshjeve të zyrës. Jetë pak pjesë, më thënë, ajo femra dominante, ajo femra serioze, ajo femra powerful ose fuqishme. Nuk e di pse, gjithmonë një kollare ma jep atë përshtypje dhe siç mund ta vini parë këtë pjesa e parë, kam vendosur gjithmonë një shall. Pjesa aksesorëve tek veshjet e punës më pëlqen shumë. Kjo është një kollare, normalisht me këmish, kjo është e vogël, ngushtohet këtu që mund ta vendosësh si të duash. Ka një zinxhir në ngjyrën gold, ka një gur të zi dhe ka edhe një perë të vogël. Kishte shumë variacione, por kjo më pëlqeu më shumë. Ose shihni me këtë bluzën e zezë, por është shumë e bukur. Ju tregoj edhe foto kur ta vesh. Se më në fund
koha për ta veshur ka ardhur. Kjo nuk është se është vetëm për zyra, kjo stilohet edhe me veshje. Kur del diku mund edhe ta veshësh, nuk është se është vetëm për veshjet e zyra. Vazhdoj me pjesën tjetër. Unë kam disa pantallona të punës edhe xhinse që janë shumë gjata. Dhe sa ti çoj unë tek rroba qepsja, më mirë thash bashkë tek temu që janë magnet. Vendos tek pjesa e xhinseve poshtë. Do ju tregoj foton se si është me të ideja. Po kapen të dy anë, do të thënë paloset, xhinsi poshtë ose pantalloni dhe është kjo se pun aksesori i lezetshëm, i vogël. Kishte edhe kombinime gold me argjend, po mora gjitha argjend. I mendoja në fakt pak më të vogla si topa, do të thënë si magnete, por angar pak më të mëdha. Do i provoj se si duken në xhinse. Do të thënë se si duken në pantallona, se jo vetëm në xhinse. Kjo më pëlqeu shumë, nuk ka ardhur e rregulluar ose sistemuar siç duhet. Ja tregoj pak a shumë se si mund të jetë ideja. Është një varse perl, që thash unë pjesën e shallave thoni çaje, shallu, i them shalle. Më pëlqejnë shumë. Dhe kjo është ideja kështu, është një shall i vogël, i shkurtër. Kjo është ideja, varsja perl dhe është edhe pjesa e shallit. Edhe këtë kam përshtypjen qoftë edhe me veshje të tillë, por edhe me veshje pak më të hapur, më të lirë ose me këmish, kjo është super ide. Kjo është shumë e bukur. Duket si një gjë e shtrenjtë, të jep atë pjesën e klasit, finesës dhe po më pëlqeu shumë. Edhe kjo nuk është se është marrë shumë, se nëse ju pëlqen një produkt, mund edhe t'i merrni. Do vendos edhe linkun, mund të përfitoni nga produkte me 0 euro. Këtë të më thënë, duhet patjetër të përfitoni, sepse realisht janë dyshuese të disa produkte, por deri në momentin ku kam bërë këto blerje të veshjeve, nuk dyshoj më. Sigurisht ka edhe produkte ose veshje që nuk kanë cilësinë e duhur, thjesht duhet të shikoni me kujdes kur më bëni pjesën e blerjeve. Kjo është një këmish. Cilësia është shumë e mirë, më pëlqeu shumë. Është një këmish blu, ka pjesën e rripit që nuk shtohet këtu, mund të futet një pjesë brenda dhe bëhet si crop. Dhe kjo më pëlqeu shumë, do vendos edhe foton se si duket, por më pëlqeu goxha shumë. Ka këtë pjesën e rripit që është argjend. Okej, 3 produktet e fundit që janë goxha shumë bukura, i kam provuar normalisht kur erdhi. Është ky jeleku bukur. Është shumë i bukur, ka këtë pjesën, në fakt unë mendoja si ishte zinxhir, por është një e qëndisur ose e thurur ose e qepur me penjë në ngjyrën gold ose në ngjyrën e arit. Ka pjesën e perlave këtu dhe ta provojmë. Kjo është pjesa e jelekut, më pëlqen shumë. Materiali është shumë i bukur. Do të thënë jelek në fund. Kemi marrë një gjurmë. Është edhe shumë i butë. Ka pjesën shumë butë, këtu si arush talushi. Ka pjesën e foshes poshtë, është pak i gjatë si çu. Dhe kjo është xhupi, është shumë i mirë, më super pëlqen. Kjo është njes. Dhe nuk kemi mbaruar, kemi këpucët. Janë mahnito ku kam parë këto. Nuk kemi doja kur që do vini kaq bukura, realisht, dhe do ishin aq të rehatshme. Janë ky stili i këpucëve Oxford, që ka pjesën e çorapit. Po pëlqen pjesa e tokzave këtu, shumë e bukur, kam marrë numrin 38, ju tregoj pak. Janë shumë të rehatshme. Këto janë këpucët, mos i shikoni kështu sepse sa të stiluara akoma tamam, por janë shumë bukur, shumë të rehatshme. Jo, super sugjeroj këto. Dhe këto ishin produktet e Temus. Uroj që t'ju kenë pëlqyer holi, sepse produktet e tjera po vinë. Ne do shihemi sërish në një video tjetër. Paqim! Dhe mos harroni të përdorni edhe kodin për të përfituar 0 euro produkte. Paqim!